Së treti, kryeministri tha diçka që duhet të kishte ngritur shumë antena në Tiranë, në Prishtinë, shumë më gjerë. Kryeministri i dërgoi një mesazh të drejtë për drejtë të gjithë atyre që kanë investuar për drejtësinë në Shqipëri. Për sa i përket drejtësisë, kam thënë se duhet të ndërtojmë mekanizma të drejtësisë që duhet të jenë në gjendje të provojnë pavarësinë e tyre, duke hetuar dhe duke dënuar pa marrë parasysh nga cila anë vjen çështja. Nuk është aq e këndshme sa të shkosh në oper. Se kujt i referohet, nuk e kemi fort qartë. E pra në Tiranë askush nuk jep dorëheqjen. Sot i kryeministër duhet ta di këtë. Pra e di që nuk është aq e këndshme. Ai e quan në këtë mënyrë. Ai thotë, është e dhimbshme, është e hidhur, por është mënyra e vetme. A është perfekte? Jo. A bëjnë gjithashtu gabime? Sigurisht që bëjnë. Dhe këtu do t'ju ftoj që ta shihni me shumë kujdes atë që thotë. Në fund të ditës, thot kryeministri jon, duhet të bëjmë gjithçka që të mos prekim pavarësinë që u kemi dhënë atyre. Dhe një herë, duhet të bëjmë gjithçka që të mos prekim. Po kush e cënon pavarësinë e Spakut? Kush e cënon përveç se kryeministrit? Kë ka prekur Spaku? Mendojeni në anën tjetër. Spaku ka prekur kryeministrin, ministrat e tij, kryetarët e opozitës, të gjithë korruptuar, pa dyshimin më të vogël, ose të paktën deri në përfundim të proceseve nuk mund të themi janë të gjithë korruptuar, por mund të themi me shumë qetësi që ka dyshime të forta që kanë kryer korrupsion. Dhe këto janë vetëm ato që kanë dalë, ka 10 çështje të tjera për të gjithë palët e Paris Tiranës, të cilat janë në hetim. Pra kush i druhet Spakut? Kush mund të veprojë? Kush e ka atë mundësi politike që të veprojë kundër Spakut? Mendojeni. Kush është? Përveç se kryeministri i cili ka një shumicë pothuajse absolute, por në këtë çështje nuk ka nevojë që të lodhet shumë, sepse ka dakordsinë edhe të opozitës, të ashtu quajturës opozitë, dhe janë të gjithë bashkë, të shumë të shqetësuar, dhe do të gjithë bashkë, pra, duhet të bëjnë, jo do të bëjnë, duhet të bëjnë, gjithçka që të mos ta prekin. Ajo dhe mund të preket, është në teksti, por ata do të bëjnë gjithçka që të mos preket. Pra, edhe një herë, këtu ka një mesazh shumë të fortë që i dërgohet të gjithë atyre që kanë investuar fort për drejtësinë e re në Shqipëri. Kush janë këta? Pikë parë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo na tregon se sa keq i ka punët kryeministri jon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.